nuk kemi pas ftesë, as nuk kemi afru as kujt. Disa degë dhe kolegë tonë kanë bë veprime pasgjedhore, është imune ndaj çdo oferte politike. Debati i brendshëm i LDK-s në situata pasgjedhore ka filluar sot. Natyrisht që disa degë dhe kolegë tonë kanë bë veprime pasgjedhore, që kanë shkaktuar dhe procese, por sot ne në kolegjumin e degëve diskutuam çështjet, analizuam numrat, vlerësimet e para që dalin nga rezultatet zgjedhore. Numrat janë ata që LDK-s i ka dhënë këtë peshë politike. Ne jemi me një grup parlamentar për 18 deputetësh. Paka shumë një situatë pasgjedhore në cilën ne besojmë shumë që do të arrijë me përmbyll këtë proces pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. Më lejoni ta konfirmoj edhe një herë. As nuk kemi pas ftesë, as nuk kemi afru as kujt. Parimet gjithë përfshirëse sipas rezultatit fundit zgjedhor e njohin të drejtën e partisë parë dhe i njohin të drejtat tona si parti politike me peshën që kanë dhënë qytetarët e Republikës. Pjesë tjera janë spekulative, janë konspiracioni i Prishtinës. Tashmë di që në varë kryeqyteti i konspiracionit jemi tash rikosë sepse kemi kriza politike. Derisa ka kriza politike, e ka me qëllitim, por LDK-ja është imune ndaj saj, është imune ndaj çdo oferte politike. Angazhimet tona politike kanë interes dhe agjendën republikën e Kosovës, siç kanë potencuar dhe merret, edhe kolegjumi i degëve, edhe kryetari i LDK-s, edhe organet tjera të LDK-s, e ruajnë parimin e ndarjes së drejtë sipas vullnetit qytetar, sipas sublimimit qytetar, që proceset politike me shku drejt një stabiliteti dhe normaliteti politik. Kjo është për neve kryesore. Gjithçka që ka të bëjë me zhvillimet e brendshme të LDK-s, me LDK-n dhe peshën e saj politike, tashmë është definu ky rol, tash është i qartë, i zbardhur, dhe në kuadër të kulturës sonë, mendësisë sonë, vlerave të demokracisë dhe debatit në brendshëm, do t'i trajtojmë me kohë.